Të gjithë ata që kanë punë me drejtsinë apo me policinë, i kanë shpeshherë në rrezik të dhënat e tyre personale. Në shumë raste ka ndodhur që përtej çdo të drejtë individuale, faktet teje private kanë përfunduar në publik. Kjo sepse nuk janë ruajtur siç duhet këto të dhëna nga institucionet që kanë të drejtën t'i marrin ato. Sipas komisioneres për mbrojtjen e të dhënave personale, Flora Çabej, jo gjithmonë ka garanci në këtë drejtim. Duke parë akoma më ngushtë në atë fushë të ndjekjes të përpandalimit të krimit dhe të ndjekjes drejtave penale. Duke ditur që të dhënat personale në këtë fushë specifike janë të shumta dhe janë domos të vletra për një qëllim specifik. Por kjo nuk do të thotë që këto të dhëna personale të mbahen përjetësisht. Një shqetësim tjetër sipas shefit të sektorit të operimeve në Bashkimin Evropian, Klaus Le, është edhe mënyra e rrjedhjes së informacionit mes vendeve të ndryshme për personat në hetim. Kjo nismë do të thotë se do të ketë rregulla të veçanta për mbrojtjen e të dhënave personale, sidomos kur personi është në çështje penale. Këto të dhëna duhet të mbrohen për arsye hetimi. Ka ndodhur shpeshherë kur janë keq përdorur të dhënat personale, kur informacionet janë shkëmbyer nga njëri shtet në tjetrin për personat e kërkuar nga drejtësia. Kjo është edhe një nga çështjet e rëndësishme të bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Sipas ekspertëve, ky shqetësim vjen sepse në media gjatë 20 viteve të fundit janë bërë publike të dhënat apo histori personale të personave të cilët janë në hetim, duke shkelur në këtë mënyrë të drejtat themelore të njerëzit.